Kam kënaqësinë të kem në studio Aslan Dogjanin, ish deputet për të folur më gjërësisht mbi këtë temë, kënaqësi që ju kam në studio. Faleminderit për ftesë. Një koment për ngjarjen e rënd faktikisht që thuaj se të gjithë i kalon pa fjalë, vrasja e një gjyqtari në kryedetyrës. Kjo është një ngjarje tepër e rëndë. Nuk ka ngjarje më të rëndë në paktën pas viteve 90 që në sallën e gjyqit të ekzekutohet gjyqtari duke dhënë një vendim gjyqësor. Ky është akti, po them, më i fundit i këtij shteti të degraduar që e ka quajtur sistemin e drejtësisë në këtë ditë ku krimi, personat që janë në konflikt arrin të guxojnë dhe të shkojnë të qëllojnë në sallën e gjyqit. Unë shfrytëzoj rastin që të shpreh ngushëllimet e mia nga televizioni juaj për familjarët e Astridit, të cilin e kam njohur vetë, për kolegët. Unë kam punuar në Shkodër dhe në kohën që kam qenë drejtori i policisë, ai ka qenë ndër gjyqtarët më model që ka patur Shkodra, një qytetar shkodran, human, i cili në kam shkonte në punë, në kontakte me njerëz, ishte jashtëzakonshëm. Dhe kur unë kam dëgjuar dje, isha në shtëpi, ishte një tronditje e madhe, të them drejtën për mua, kur shef se si në sallën e gjyqit, në objektin më të rëndësishëm të shtetit, ku përsupozohet që duhet të jetë objekti që është më i siguruar nga shteti, arrin të vi nga Shkodra me armë brez, të futet, ndërkohë që ishte një ngjarje paralajmëruar më parë. Pse paralajmëruar? Sepse xhaxhai i tij kishte dalë në disa televizione, ne po e shohim tani, ku kishte kërcënuar drejt për së drejti, që do i vë mina, do bëj kështu, do bëj... Pra, ku është policia e shtetit? Çfarë bën policia në këtë rast? Unë kam qenë drejtor policie. Informacioni i shkon policisë nga të gjitha burimet, aq më tepër një burim i hapur siç është televizioni. Dhe ndërkohë, mbi bazën e atij informacioni, policia duhet merrte masa ta parandalonte këtë ngjarje. Dhe ishte e parandalueshme si ngjarje. Në ç'kuptim ishte e parandalueshme? Sepse ti kur merr masa, kur shikon një kërcënim të drejt për drejt, atëherë ti ke të gjitha mundësitë që këtë person ta mbajsh nën kontroll, me burime operative, me burime të hapura, me shërbim policor, me agent policisë kriminale, ta ndjekësh ditën e gjyqit, se Shkodra ka pas eksperienca që janë vrarë në derë të gjykatës dëshmitarët. Pra, për çfarë paguhen gjitha punojës policie? Është një numër i madh që paguhen nga taksat e qytetarëve shqiptar. Por çfarë ndodh? Se nuk është bërë kjo. Sepse policët, siç nuk ja kanë dhënë KLG-s që ka kërkuar me shkresë, policët i përdorin për interesat e tyre, drejtuesit, partia, për të marrë votat. Në policinë e shtetit fatkeqësisht shkohet me mik, shkohet me para, shkohet për shkak të partisë. Pra, në këtë vendin tonë mungon konkurenca, merita. Në një vend ku nuk ka meritokraci, që njerëzit ta zonë vendin e punës me bazën e konkurimit, jo kush është më afër partisë, apo për shkak të bindjeve politike, apo edhe për shkak të krahinave. Jam unë nga Kuksi dhe do t'i marr gjithë Kuksian, nuk shkon në zotëri. Pra duhet të ketë meritokraci, që të shkojnë me merit në atë punë. Dhe kur kemi një polic që është në vendin e punës e ka fituar me zotësi, ai nuk do të di më për shefin apo për bindjet politike, por do të bëj detyrën, do të marrë informacionin, do t'i shojë shefit, dhe një shef i përgjithshëm do të kishte marrë masa ndaj kësaj. Por vazhdojmë, kalojmë prapë tek seanca gjyqësore. Ai është një konflikt cilët ka qenë i njohur në Shkodër. Është një konflikt që duhet të ishte zgjidhur nga administrata e shtetit. Pse sot kemi një 230.000 dosje ishin në gjykatën e apelit? Por çdo gjë qytetarët shkojnë në gjyq. Pse? Sepse ne kemi një që kur bëhen ligjet me për interesat caktuar të një klanit caktuar për X-in apo Y-in, pra në vendin tonë bëhen ligje korruptive. Por përveç asaj, duke patur një administratë që është e paaft, e korruptuar, një administratë që shkon atje, si shkon dhe polici, për shkak të bindjeve politike, atëherë
dhe e korruptuar, atëre kur qytetari shkon në derën e administratës nuk gjen zgjidhje dhe i drejtohet gjykatës. Gjykata, njerëz janë dhe në gjykatë. Astriti, aq sa unë kam njohur, ka dhënë maksimumin e mundshëm drejtësi. Dhe mund të them që është ndër gjyqtarët që gjithë jetën e vet është munduar të japë të drejtën. Po çfarë ndodh me këtë presion që kryeministri i bën gjyqësorit? Ju keni dëgjuar, unë kam dëgjuar sa herë nuk i pëlqen kryeministrit vendimet e gjykatave të gjyqtarëve të caktuar, se fatkeqësisht shumicën e gjyqtarëve e ka nën kontroll, sepse ka KLG-n, sepse ka KLP-n. Po kur i ka dalë një gjyqtar nga rrjeshti që ka dhënë në një vendim, ai ka sulmuar me emër dhe mbi emër. Po, dakor. Atëherë çfarë ndodh? Çfarë ndodh me gjuhën liçuese? Berisha sulmon Spakun dhe i thot Altin Troplini. Rama sulmon gjyqtarët dhe prokurorët në krahun tjetër. Tani në këtë mes, kur dy liderët më të rëndësishëm sulmojnë institucionet e drejtësisë, linçojnë me emër me mbiemër prokurorët dhe gjyqtarët, ka ndonjë lidhje me këtë që ndodhi? Unë po flas për gjyqtari është dera e fundit e drejtësisë. Kemi policin, kemi administratën që mund të referoj që ishte në prokurori, kemi policin, kemi prokurorin. Të gjithë janë akuzues. Ndërsa gjykata gjykon mbi bazën e provave. Nuk ka derë tjetër përveç gjyqësorit. Por du të kuptojmë një gjë që gjyqtari është njeri. Gjyqtari sot për të qenë rahat në punën e tij, presionin nga një anë e kryeministrit, nga ana tjetër grupeve kriminale, gjyqtarët do të jenë rahat nëse do japin vendime në favor të qeverisë, nuk i sulmon kryeministri, favor të fortëve, varfër mos mu dhanë drejtësi, se varfër nuk e ngrenë dot kokën. Pra, duhet kuptojmë që edhe ata njerëz janë njerëz si puna jonë. Sigurisht dhe ato njerëz kanë karakterin e tyre individual dhe anën profesionale. E vërtet, të ndalem pak në një pikë. Përpara pak ditësh kishim një raport të KLSH-s për ilaçet e onkologjiku. Nuk ka ilaçet e onkologjiku. Gjen qytetarë që kanë bllëf ndaj mjekëve, le të themi në një lloj mënyre. Raportet të ndryshme të OBSH-s tregojnë për cilësitë të keqe të ajrit në Shqipëri. Një çështje gjyqësore po të pyesësh avokatët për ta nisur nga shkalla e parë deri në gjykatën e lartë, domethënërisht 6 deri në 8 vjet. Dhe drejtësia e vonuar është drejtësia 15. Po ta them unë tani. Këto qytetarë që kanë a legjitimohen edhe në një lloj mlefi, ka një lloj mlefi qytetar në këtë mes, nga vjen? Shiko, unë i kam parë dhe komendet dhe fatkeqësisht ka një urrëtie të madhe ndaj sistemit drejtësisë, sepse çfarë ndodh? Propaganda që bën qeveria, propaganda që bën Edi Rama, presioni që del Edi Rama dhe i bën sistemit të drejtësisë gjyqtarëve të caktuar për të sjellë mesazhin në opinionin publik që e keqja më e madhe e këtij shteti që ka sistemi i drejtësisë, ndërkohë nxit grupet kriminale, nxit edhe këtë autorin e vrasjes së gjyqtarit që thotë ora kur thotë kryeministri, sepse ai nuk është jurist, që të kuptoj që një vendim është i ankimueshëm. Kur thotë kryeministri që gjyqtarët japin vendime të gabuara, sepse thotë ky është kryeministri dhe i nxit për të kryer vepra të rënda siç ishte rasti i vrasjes së gjyqtarit. Por çfarë ndodh edhe ana tjetër? Pasojat bin mbi qytetarët. Unë jam avokat. Kam takuar disa avokat këto ditë që në momentin që kryeministri ka filluar të kërcënojë gjyqësorin, di çfarë më thonë? Shpeshherë thot në çështje të caktuar, gjyqtarët janë shumë të trembur se mos kjo çështje po e merr vesh Edi Rama. Po ky është një problem i madh sepse pasojat do të binë mbi qytetarët. Pra, gjyqtari tani do të gjykojë, a gjykojë mbi bazën e provave për të dhënë drejtësi, apo do gjykojë mbi bazën e si mendon kryeministri. Se të thash edhe njerëz janë atë kanë familje. E tjetra, kërkon polic KLG-a, nuk i qon drejtori i policisë KLG. Nuk i qon apo nuk i ka? Ora, shiko, ka sa dush për t'i quar në fushata elektorale. Ka sa dush polic për t'i quar në me dalë atje me u ras gjobat qytetarë për një parking aty, me ju a marrë shpirtin, me dalë në rrugë e flasë për problemet e përditshme që u shkakton qytetarë. S'pas ka mundësi, ndërkohë që është një kompanie e madhe që paguhet nga buxheti i shtetit për të siguruar gjyqtarët,
Ndërkohë ata kanë kërkuar, po pse nuk ja kanë quar? Sepse edhe policia e shtetit nuk vepron mbas ligjit, po vepron mbas të urdhrave të kryeministrit. Dhe kryeministrit i intereson që gjyqtarët të jenë në presionin e grupeve kriminale, të jenë në presionin tek vendi i punës, me qëllim që mos merren me qeverinë. Por kryeministrit i intereson edhe qytetarët mos ta marrin drejtsinë, sepse po të shikosh reforma drejtësi kur është bërë, në radhë parë është bërë që t'i shërbej qytetarit. Që një gjyq Ka shfaqur probleme sot? është rënuar. Kjo është fundi i reformës në drejtësi. Sepse kur është bërë reforma, qytetarët e kanë prit, edhe unë, pavarësisht që kam qenë skeptik dhe jam personi, deputeti që kam folë në mbledhjen e grupit parlamentar në prezencë të 2 ambasadorëve. Dhe i kam thënë, kjo reformë drejtësi, çfarë do të sjellë? Çfarë pasojë pozitive do të sjellë? Një gjyq që është bërë për 5 vite, për sa do bëhet? Edhe i thash, në këtë mënyrë si që shoh unë shkon për 15. Por, a do të kemi mo një sistem drejtësie më të pavarur nga politika dhe nga krimi? Nuk më dhanë përgjigje. Vetëm thanë kjo reformë është e domosdoshme. Sot kemi sistemin e drejtësisë të varur, sepse KLG-ja që është qeverisja gjyqësore dhe KLP-ja janë të varur nga kryeministri, sepse ata antarët KLP-s dhe të KLG-s i ka quar vettingu i Edi Ramës që në vettingun i përcaktoi vetë ata njerëz të cilët o i kishte lidhje të tyre o të partisë o të kapur. Dhe këta zgjodhen prokuror dhe gjyqtar me qëllim që ta ketë nën kontroll Edi Rama sistemin e drejtësisë. Por çfarë ndodhi? Hoqën gjyqtarë, prokuror me të njëjtin standard, një e mante, një e hiqte, pra vetëm për interesat e tyre që ta ketë nën kontroll. Çfarë ndodhi mas reformës? Për sa bëhet një gjyq sot, po ju a garantoj unë që një gjyq derisa të marrë vendim i formë për në apel shkon 15 vite. Prandaj dhe njerëzit kanë këtë irritimin e madh, të cilët kanë reaguar masivisht, që fatkeqësisht kur i shoh më vjen keq që bashkëqytetarët e mi, shqiptarët, të reagojnë ndaj një vrasje ashtu. Por shumica e këtyre njerëzve kanë pas një eksperiencë të keqe me sistemin e drejtësisë. Dhe ndërkohë, njerëzit thash nuk janë jurist, nuk e din. Ata mendojnë që thotë Edi Rama që sistemi i drejtësisë, pra nuk e din që korrupsioni ka filluar që me bërjen e ligjeve. Administrata cila paguhet nga taksat tona nuk zgjidh asnjë problem. Gjërat shkojnë gjykat dhe i intereson. Politikës i intereson që mos ketë një sistem drejtësie të fortë. Si për të shkuar tek një pyetje faktikisht për ta mbyllur. Si mund të zgjidhet situata? KLG-ja thotë duam efektiv policie, policia thotë ne nuk kemi efektiv për të sjellë në institucione. KLG-ja duhet kishte marrë në përgjegjësi penale më njëherë kallëzim penal drejtorin e policisë. Pse? Në momentin që kërkon, sepse ka informacione që rrezikohet dhe ja ku ndodhi, u vra gjyqtari, në moment që kërkon KLG-ja, ata janë të detyruar, se në fundit e gjithë policia, administrata, me rregull është për zgjidhje problemet e qytetarëve dhe gjykata për dhënë drejtësi. Që ose ti, policia e shtetit kërkon sistemi i drejtësisë, ti nuk jep, por prandaj pikërisht tash që edhe në KLG janë të frustruar, janë të në presionin e Edi Ramës, sepse unë kam qenë antar i Komisionit të Ligjeve, më kanë ardhur përfaqësues të KLG-s në komision dhe u kanë thënë, "Ore, na thoni ne të opozitës çka kërkoni." Unë kam kërkuar t'u jepet para që të bëjë një pallat drejtësie, që të mlidhet gjithë sistemi i drejtësisë atje. Por ti e qunë një rasi apo aksidentale këtë bashkimin e gjykatave, vetëm një gjykatë apeli. Jo. Pikërisht për këtë, se qeverisht nuk i intereson të ketë sistem drejtësie të fortë, sepse vjedhin. Nëse do kemi një sistem drejtësie të fortë, çfarë ndodh? Qeveria do të jetë në presionin e ligjit. Për të kërkthyer edhe një herë tek ajo. Pra, nëse shërbimi informativ po e them, dërgon informacione për rrezikimin e jetës një prokurori apo një gjyqtari për një çështje X përcaktuar. Pra ju thatë si ekspert sigurie, ju e shihni që kur ky qytetar do i vë minat e tjerë, ka një lloj potencialiteti në këtë mes. Kur ky shërbim dërgon informacion dhe KLP-ja dhe KLG-ja i dërgojnë kërkesë drejtorit policisë, dhe kë nuk përgjigjen është vepër penale? Absolutisht po, shpërdorim detyre. Po.
Unë kam qenë drejtori i policisë Shkodrës dhe më kanë ardhur informacione, po kam marrë informacione edhe vetë, kur një deputeti që lëvizte në atë i rrezikoi jeta. Unë kam marrë masa e shoqëroja deri në kufi me Lezhën, njoftoja Lezhën, Lezhë njoftonte Laçin e me radhë. Ose një drejtuesi, ose edhe një gjyqtar. Unë kam pas raste që kam pas informacione kur kam qenë unë në Shkodër. Një grup kriminal për një gjyqtar që gati e morën dhe peng, e kam mbrojtur gjyqtarin. Gjyqtari nuk dinte gjë fare. Pa mund gjesh, ka informacione të këtilla? Sa dushëm, po ti ke 1500 veta në Shkodër, oficerë dhe policë. Në një komisariat ose në një drejtori policie, në mënyrë figurative, unë kam thënë edhe mizën që fluturon në qarkun tonë dhe merr vesh, sepse ke burimet të mëdha. Por po nuk bashkëpunove me qytetarët, po nuk u zgjidhe probleme me qytetarët nuk të informojnë. Pra duhet të ketë një besim midis policisë dhe komunitetit që... Por si krijohet ky besim? Kur shef një drejtues policie, disa policë të cilët me të vërtetë janë shërbim qytetar, po nëse unë si qytetar marr në telefon, i them ka ardhur, po bëhet zhurmë poshtë, do vjen policia thotë ka njoftu komshiu. Unë kam rastin përpara pallatit, se ndoshta edhe koha është e shkurtër. Ish ndërtuesi legalizon oborren e pallatit, pronë publike ishte në inventarin e bashkisë me gjitha agjencia e kthimit të kompensimit pronave, ja kish njohur pronar, po s'ja kish kthyr se ishte kopshti publik. Ky në vend se të legalizoj pallatin, që në 2006, legalizon kopshtin publik dhe 210 m2 tokë. Plus kësaj, këtu para pallatit tim, unë për këtë kam kërkuar interpelancë, ka ardhur ministri Brendshëm, dhe ky mirë që legalizon këtë 210 metrin, por na zën edhe deri te dera e pallatit me parking. Anku më bëm kallëzim, shko te prokuroria rregulloje, paguja ne, paguj ne, e zgjidhe. U ankum te kadastra. Kadastra merr vendim për anullimin e legalizimit dhe kufizon certifikatën e pronësisë për 99 vjet. Ai matë certifikatën e vjetër që ka pas, kur vin policët tani, i thotë, e kam me certifikat pronësie. Por nesër, unë jam shkaktari që i kam bërë kallëzim, jam ankimuar në gjykat, bashkë me gjithë banorët e pallatit. Unë nuk e kam bërë për vetëm, ose unë kam shtëpinë, kam garazh. Unë e kam bërë sepse kur je i zgjedhur, nuk mund ta ulish kokën sepse banorët kanë ngel një pjesë janë të moshuar. E o deputet. Unë jam i zgjedhur, jam votuar dhe unë duhet marr riskun përsipër. Edhe e kam ankimuar në kadastër dhe kadastra e ka anulluar. Ai vazhdon duke mbajt. Kryeministri thotë po pastroj hapësirët publike, ai ka vënë traren aty, merr para në parking. Ati mund t'i mushet me në se deshte me bu një pallat atje. Kjo ishte arsyeja sepse mira të 210 metrin, që është tani me, pra imagjino dhe pronarët që është njohur dhe nuk është kthyer, tani e kanë qenë gjyq që të kthehet pronë publike. Pra nuk po e duan për vete, po duan të jenë kopsh sepse banojnë dhe vetat e pronarët e Trullit. Ndërkohë që ka me 10 mashtrime, nëse i mushet meni atij, sepse është si puna e Hajdudit, kur i vjedh lek thotë, shiko, janë të mia tani, në fakt ai ka vjedh. Edhe këtu i duket që është pronë vet. Me qartë. Po dhe rasti i Shkodrës, ne nuk i njihim gjyqit themelit se si është marra e pronë. Por shteti duhet ta zgjidhë, nëse ky është i ka privatizuar, shteti çfarë duhet bënte? Që paret. Këto banorë që unë i kam fut, do të va paguaj unë qiran, ose bëjva një pallat jepja. Përdesa ja ke privatizuar. Pra, të gjithë këto kanë në fundit janë të lidhur me mos funksionimin e një zinxhiri të madh të hallkave të cilët paguhen me parat tona nga punojësi thjesht i administratës, tek shefi, drejtori, polici, prokurori dhe në fund ku shkon te sistemi i drejtësisë, te gjykata do të gjykojnë mbi bazë atyre akteve që i çon, por aktet mund të ketë bën fallsa i administratës. Një procedurë gjatë. Si gjithnjë kënaqësi që të kisha në studio. Faleminderit ju.